Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka ngritur dyshime mbi një rikthim të saj në ekran përmes një postimi në Instagram. Ky lajm ka habitur shumë fancat e saj, duke bërë që ato të mendojnë se rikthimi i saj do të jetë shumë i shpejtë. Ajo ndau me ndikësit një listë me fustane të zgjedhura nga sajtet e njohura të modës, duke shoqëruar me mbishkrimin: "Rikthimi në televizion do të thotë rikthim të fustanet e bukura." Ky postim gjalli me një reagime dhe spekulime mes fansave të saj, të cilët po presin me padurim të mësojnë nëse Arbana do të rikthehet në drejtimin e një programi të ri televiziv. Deri më tani, ajo nuk ka dhënë më shumë detaje, por ky mesazh duket se është një shenjë e qartë e projekteve të saj të ardhshme në ekran. Na duhet të rikujtojmë se Arbana Osmani hoqi dorë nga televizioni për t'u përkushtuar më shumë kanalit të saj në YouTube, që gjeneron mirë klikime, por gjithashtu ajo është një biznesmene mjaft e suksesshme.